qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe ju ftojmë që të lusim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një aty të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shetroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e shtunë, java e 34 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e 2 e psalterit. O hyj më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbret i fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave, flakë zjarrin e dëmpruzve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë drejtësi dhe t'i bjerë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretronin ndër gjithë shekujt. Amen.
Antifona e parë. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Psalmi 119. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shteren pej dëshirës së fjalës sate, e them, kur do të më japësh ngushëllimin? U bëra si rësheku në tëm, por nuk i harrova rregulloret e tua. Po edhe sa ditë do të rroj shërbtorit, kur do të gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapën gropa krenarët që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta, dije keqas më kanë salvuar, deh më eja në ndihmë. Për pak sa s'më rëzuan për dhe, megjithatë unë nuk u shmangem urdhrimeve të tua. Më përtri i pash dashurin tënde, e unë do t'i ruaj dëshmit e gojës sate. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Antifona e dytë. Ti je strehimi im, o Zot, kala e fort përballë armikut. Psalmi 61, urata e 1/3. Nëse shtëpia jon toksore, kjo tend shkatrohet, kemi godinën prej hyjit, banesë të përjetshme qiellore, thot letra 2 Korintianëve kapitulli 5. Vështroje o hyj britmën time, dëgjoje uratën time. Nga skaji dhe o të theras të ndim, se më ka lshuar zemra, më ço të shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kala e fort përballë armikut, për jetë do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtjen në sqetullën tënde. Sepse ti o hyjim i pranon kushtet e mia. U jep trashëgim atyre që druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoji jetës së mbretit, vjetët e ti zgjatin nga breznia në brezni, le të mbretroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roj i u pëfshin, hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim. Do t'i plotësoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ti je strehimi im, o Zot, kala e fort përballë armikut. Antifona e tretë. Nga tmerri i armikut më ruaj, o Zot. Psalmi 64. Urata kundër tmerrit të armikut. Morën vendimin ta zënë Jezusin me tradhti e ta vrasin, e gjejmë tek Mateu Ungjilltar kapitulli 26. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, më ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi të mbrapshtëve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq. Prej atyre që mprehen gjuhën e vet si shpatë, që vjelin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në motë të pafajshmin. E shigjetojnë pa pritmas e frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vënë fshetas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i qojnë në vend synimet e parapara. Humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyji i shigjetoi ata, papritmas si mbuluan plagët, gjuha vet ata i sharroi, kush i sheh i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë gjbëria e ai. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do t'a keq shpresën, me të do të mburen të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. nga tmerri i armikut më ruaj, o Zot. Leximi i shkurtër i orës 6 man nga libri i parë i mbretërve kapitulli 2 rreshta 2b deri 3. Je fort dhe bëhu burr. Mbaj urdhrimet e Zotit hyjit tënd. Ec udhëve të tija. Mbaj ligjet e tija, urdhrimet e tija.
porosit dhe dëshmit ashtu si shkruan në ligjin e Mojsiut, që të shkojë mbar gjithçka të dërmarrësh, kudo që të sillesh. Më udhëheq o hyj rrugës sate. Urdhërimet e tua ma gëzojnë zemrën. Të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na e dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë, dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.